është gazetar, Gazmend Kajtazi. Ku e kam Gazmendin? Gazmend, u ktheve tani nga çmimet, hajde na ndihmosh t'japim ca çmime të tjera para se t'jepni çmimet e mëdha të jurisë. Mendove që aq lehtë është thjesht antar i jurisë, thjesht ulesh dhe s'bën asgjë. Prit pak, mos thuaj, do të sjellim ne çmimet që do t'japësh, po. Atëherë, do të shkojmë për videoklipin me motive nga filmat. Titanic u paraqit para shumë vitesh dhe në të Celine Dion. Nga i film u bë një nga yjet më të mëdha botërore dhe ne shqiptarët miqtë e mi të dashur për herë të parë bëm një film jashtëzakonisht të mirë. U quajt Koha e kometës dhe aty një bukuroshe jona, një vajzushe cila i ka dhënë shumë sharm, shumë bukuri, një interpretim i jashtëzakonshëm i asaj kënge, sigurisht se merr çmim apo jo? Ne sollëm në sken, po. Zanfina Ismaili padyshim. Faleminderit shumë, ky çmim nuk është për mua, është për filmin më të mirë shqiptar Koha kometës, si dhe për produksionin gjerman shqiptar Lara Production. Falemnderoj që më dhanë mundësinë që të jem pjesë e atij projekti shumë të madh dhe shumë të suksesshëm. Faleminderit gjithëve.